njerëz që kultivojnë këtë kulturë duhet me ujit në mëngjes, duhet shumë me pas kujdes. Mas shumë të këta prishen në ujitje. Mas problem të kultura spesa, nëse nuk di me ujit. Kur janë për shembull temperaturat e ftofta, që është nata ftoft, për shembull, dita pse më nxehtë, nuk duhet me ujit në mëngjes. Edhe ato duhet me ujit shumë pak. Nuk guxon me kon që dikush që e ban shumë lart. Aja tani fillon kalbëzimi i rrajve, ka shumë probleme. Edhe tani tamam të fillojnë specat më rrit, thahet me gjithë speca dhe kanë qit problem shumë. Për çet arsye, për shembull, njerëz që kultivojnë këtë kulturë duhet me ujit në mëngjes, edhe mundu nëse është tokë, se ka edhe tokë që është më shumë zallin, aja kërkon ujitje pak më të shpeshtë. Po në rasti i tokës këtu ku jemi, toka jam e man lagështin më gjatë, kështu që vetë kur janë qëtash temperaturat e larta, duhet me vadit më shumë, se atë në atë kuhen, kur janë ftoft, bavaki me 1 javë nuk e vaditi heq. Apo kupton? Qash që e man atë lagështin, edhe e kontrollon. Nëse ka veç pak dhe unë si tritum, nuk guxon me vadit. Se ti nëse vadit, këti e shkatërën, domethënë terroja, këto krejt smundjet fillojnë terroja. Si të fillojnë aty, kanë tani probleme. Për që ata duhet shumë me pas kujdes. Mas shumë të këta prishen në ujitje.